Selamu alaikum të nderuar dëgjues të radios Dituria Islame. Përshëndetje të gjithë juve që po na ndiqni në këto momente. Jemi në transmetim të drejtë për drejtë në radion Dituria Islame. Jemi edhe sonte në emisionin Jeta me Kur'an së bashku me profesor doktor Hafiz Hajreddin Hoxha, të cilin e përshëndesim me selamu alaikum dhe i dëshirojmë mirëseardhje edhe sonte në program. Aleikum selam wa rahmatullah. Nderuari avni, i përshëndes edhe teleshikuesit tanë kudo që t'jenë, mirë se vinë dhe inshallah çaste të bereqetshme i kalojmë të gjithë së bashku. Faleminderit. Amin, faleminderit. Të dashur miq, të nderuar dëgjues, si çdo të martë, pra në këtë program të drejtë për drejtë në Radio Dituria Islame, emisioni ndahet në 3 pjesë, do thotë me 2 pauza të shkurta me ilahi që e përbëjnë 3 pjesë këtë program. Dhe sonte përmbajtja e këtij programi të drejtë për drejtë, pra programi Jeta me Kur'an, dhe përmbajtjen e këtij emisioni e kemi të tillë: lajmet përgëzuese dhe pikëlluese në Kur'an është tema e parë që do të trajtohet, do të thotë në këtë program, ndërsa tema e dytë ose përmbajtja e dytë është friga nga e ardhmja dhe brenga për të kaluarën. Është pjesë e dytë e programit, pra e cila do të jetë për ju miq të nderuar, ndërsa pjesa e tretë e emisionit është kultivimi i kulturës së dhënies apo solidaritetit social. Kjo është përmbajtja e këtij emisioni të sonte, prandaj ne juve ju mirëpresim të vini me pyetjet tuaja, pyetje të cilat do të keni mundësi t'i drejtoni drejt për së drejti në numrin ton të telefonit +383 44 888 698 nëpërmes Viber, ndërsa adresa jonë Skype-it është Radio Dituria Islame. E ne duke mos dashur që të humbim kohë më shumë, të kalojmë me njëherë fjalën tek doktori për të nisur me trajtimin e temës së parë. Faleminderit avni. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Falënderimet si zakonisht i takojnë vetëm Allahu xhalla shanuhu, madhit Zot, i cili na ka falë, na ka krijuar, na ka dhënë shumë të mira, të panumërta. Atë falenderojmë ashtu si e meriton ai. Salavatet tona, selamet tona, të gjithë së bashku, përshëndetjet tona, ja dërgojmë zotëriu të gjithë pejgamberit më të mirë, Hazreti Muhamedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij, shokëve të tij, dhe për të gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj jete. Shikues të nderuar, vëllezër dhe motra, kudo që t'jeni dhe kush po na përcjell, ju përshëndes dhe mirë se vini në emisionin ton Jeta me Kur'an. Në radhë të parë, para se të hyjmë në emision, pasi që jemi në prag të muajit të madhrueshëm, apo muajit të madhruar, muajit të shenjtë Ramazanit, u uroj juve të gjithëve me zemër, u uroj ardhin e këtij muaji të shenjtë, ardhin e këtij muaji të bereqetshëm, muajin e Kur'anit, muajin e veprave të mira, muajin e solidaritetit, muajin e sakrificës, muajin e sinqeritetit, muajin e devotshmërisë, për herë në kohë gjithëve, dhe inshallah këto kriza që po i përjetojmë ne së bashku me juve dhe tërë muslimanët kudo që t'jenë, po ashtu edhe mbarë bota, inshallah hatri i këtij muaji të shenjtë, Allahu xhalla shanuhu e te i kalon, do të thotë këtë krizë na e largon dhe kthehemi në jetën normale. Së dyti, sa për rikujtim,
po u kujtoj këtë ajet kuranor në surën Al-Isra, ku Allahu xhalla shanuhu thot: "A'udhu billahi minash shaitanir rajim. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا." صدق الله العظيم. ما تفرتيت في قرآن udhëzon ka ajo që është më e drejtë. Me të vërtetë, ky Kur'an udhëzon ka ajo që është më e drejtë. Dhe i sihariqon besimtarët, jep myshde të mira, lajme përgëzuese që punojnë në vepra të mira. Se ata më të vërtetë do të kenë shpërblime apo shpërblim të madh te Allahu xhalla shanuhu. Ky ajet shumë na jep na kuptua rëndësinë e jetës tonë me Kur'an, dhe sidomos edhe temës së sontit, puna e lajmeve apo çështja e lajmeve të mira përgëzuese në Kur'an, poshtë lajmet, poshtë edhe lajmet pikëlluese e tjerë. Për mbajtjen se lexoj moderatori, një hyrje do ta bëjmë së bashku rreth këtyre gjërave, rreth lajmeve të përgëzuese dhe pikëlluese që janë përmendur në Kur'an, në fjalët e Muhamedit alayhi salatu wassalam, pastaj frikën nga ardhmja, nga një ardhmja pa ditur, dhe brengosja gajlja për ata dhe thot të kaluarën, e pastaj edhe shërimi i këtyre problemeve psiqike, shpirtërore, të cilat sot bota është duke u ballafaquar, po edhe tër njerëzia pa dallim ngjyre, race dhe feje. Na me këto emisione tona po mundohemi, edhe rezultatin dorë të Allahu xhalla shanuhu. Wa ma tawfiqi illa billahi them, mbarvajtësinë vetëm nga Allahu dua ta kem, ashtu si ka thënë Hafiz Ibrahim Dalliu, komentatori i shquar i Kur'anit, vjetari ynë shqiptar, Allahu xhennet, inshallah, së bashku, edhe ne edhe ju. Bota është duke ballafaquar me kriza psiqike, me kriza shpirtërore, me kriza ekonomike, politike, me lloj problemi. Prandaj shtrohet pyetja vallë, a ka zgjidhje? A ka dalje nga këto krizat? A ka alternativë tjetër? A ka dikush një program tjetër të jetës? Përgjigjja është po, për ata cilët kanë logjikë të shëndosh, për ata cilët dëshirojnë ta kuptojnë realitetin, përgjigjja është po, ja pra Kur'ani ofron alternativa të shumta se si të dalim nga këto krizat. Mos të harrojmë, rikujtoni gjithmonë, kjo fe, parimet e kësaj feje, ligjet e kësaj feje, ligjet kuranore funksionojnë në mënyrë sistematike. Mu ashtu si funksionon një makinë, mu ashtu si funksionon një motor i fort i aeroplanit, i kerit, i lloj do thot motori çka është, aty ka sistem, ka rregull. Janë të bashkangjitura pjesë me njëra tjetrën dhe nuk bën të shputen. Kështu janë sistemet kuranore, kështu janë ajetet kuranore, dhe kështu na flet Allahu xhalla shanuhu në shumë ajete kuranore: ja ayyuhalladhina amanu udkhulu fis-silmi kaffa. Futuni në fe, o ju besimtar, praktikoni fejen të gjithë së bashku komplet dhe me gjitha ato udhëzimet dhe principet dhe parimet dhe këshillat dhe ligjet që i ka. Prandaj, parcializmi i fejes apo të punojmë në mënyrë parciale, pjesërishme, marrim diçka që na pëlqen dhe t'i lëm shumë gjëra që as na pëlqen, kjo dukuri është dukuri dhe thot e jo besimtarve. E sidomos dukuri e çifutëve, e beni Israilëve, jahudive, të cilët kështu kanë vepruar, e fetu'minuna bi ba'd al-kitab wa takfuruna bi ba'd. Kanë besuar në pjesë të librit dhe kanë urrye dhe kanë refuzuar dhe kanë mohuar në pjesë tjetër. Fama jaza'u man yaf'alu dhalika illa khizyun fil hayati ad-dunya. Ata cilët veprojnë kështu kanë me pas një korrik, një poshtrim në këtë jetë. Prandaj
Kujtoni gjithmonë, këto janë ato sistemet kuranore në aspektin shpirtëror, moral, familjar, social, ekonomik, politik, po edhe së fundi të solidaritetit, sistemi vakufeve, të mirëmbajtjes së shoqërisë nga krizat dhe do thot dëmet ekonomike apo nga katastrofat e ndryshme çka po ballafaqohen në botë. Sidomos këto ditë me këtë pandemi që sot janë aktivizuar shumë vendet anë mban botës, do të thot atyre skamnorëve të ashtrin dorën. E çka flet Islami rreth kësaj? Pasi kuptum këto gjanat, disa pyetjet si zakonisht në aspektin akademik dhe fetar, shembuj të disa ajeteve kuranore, shembuj se normal gjitha ajetet nuk mundemi me i përmend shkaku i kohës dhe po mirë, po disa ajete kuranore dhe frikës, do thot për tardhmen, do thot nga ardhmja pa ditur, disa ajete kuranore për të kaluarën, disa ajete kuranore do thot çka flasin rreth pikëllimeve, disa ajete kuranore do thot çka flasin rreth përgëzimeve, kështu që ta kuptojmë Kurani a ka lidhje me probleme psiqike. A shëron Kurani do thot probleme shpirtërore dhe psiqike, do thot mend që sot edhe bota është duke u ballafaquar shumë, sidomos këto ditë. Para se të dalim te këto ajetet, të cilat flasin, do thot ne të i përmendim këtu disa ajete të slajdi numër 1, ku Allahu xhaleshanuhu drejtohet duke na thënë A'udhu billahi minash shaitanir rajim ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. صدق الله العظيم. Këtu është qëllimi. Do t'ju sprovojmë me diçka, me ndonjë frikë, me uri, me ndonjë humbje nga pasuria, nga jeta, nga frytet. Tu tani vjen tema diskutimit tonë dhe ti përgëzoj besimtarët. Jepi myshde besimtarëve. Po, kush janë ata besimtarë, do thot, të vërtet? Kush, do thot, në meriton këtë myshde? Vazhdon ajete të tjera më poshtë që i kemi komentuar më herët, ata të cilët do thot kur ata i godet ndonjë e keqe, kur ata i godet ndonjë sprov, të gjithë dorëzohen, të gjithë pajtohen, duke thënë se na jemi të Allahut dhe të ai do të kthehemi. Sa i përket mërzisë, përgëzimit, ajete tjera të cilat na flasin në këtë çështje, Allahu xhaleshanu thot: Yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Sadaqallahu alazim. Surët e Tawbe. E para që në surët al-Baqara, e dyta në surët e Tawbe, Zoti i tyre i përgëzon. Këto është ajetet rreth gëzimit. I përgëzon ata me mëshirë nga ai, me disponim ndaj tyre, që është i kënaqur Allahu ndaj tyre, me xhenete ku ata do të kenë nimet, hirësi e mirësi të pandërprerë. Yubashshiruhum rabbuhum. Allahu u jep atyre myshde, u jep lajme të mira. Po besimtarëve, të cilët kanë qenë në rrugt të Allahu xhaleshanu, mujahedinëve të cilët luftëtarëve kanë luftuar për Allah dhe kanë dhënë jetën dhe shpirtin dhe pasurinë për Allah, pastaj kanë kaluar në botën e amshueshme, po Allahu xhaleshanu po na tregon neve duke na thënë yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu. Allahu po i përgëzon ata me një mëshirë të madhe, edhe do të thotë një pajtim, një kënaqësi, një disponim nga Allahu xhaleshanuhu, do të thotë një razillëk, ridwan, një ridha, i vjen në arabisht, origjinali ridwan, edhe ridha, me xhenete e me kopshte, me gjitha të mirat të pandërprera, fiha na'imun muqim, aty ka me pas dhe thotë kënaqësi të përgjithmonshme, pandërprerë.
Ajeti tret, sa për shembull që e kemi para veti, ku Allahu xhalla shanuhu na thot: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. صدق الله العظيم. سورة آل عمران ajeti 169-171. Që në përkthim, kurse si të mos mendoni se ata të cilët janë të vdekur, që kanë dhënë jetën për Allah në rrugt të Allahut xhaleshanu, që ranë dëshmor në rrugt të Allahut, mos mendoni se ata janë të vdekur. Përkundrazi, ata janë gjallë, duke u ushqyer te Zoti i tyre. Janë të gëzuar me ata që u dha Allahu nga të mirat e tij. Janë të gëzuar. Dhe atyre që kanë mbetur ende po e bashkuar radhëve të tyre, ndërsa ata cilët kanë ngel ende pa vdek, Allah po e bashku me ta, u marrin myshde, domethënë japin myshde neve, lajme të mira, po se për ata nuk ka as prik dhe as pse të brengosen. Do të thotë Kurani me këtë ajet, apo ky ajet kuranor, po na shplon perdet e, do të thotë, jetës së varrit, edhe ditës kiametit, edhe xhenetit. Po bëjmë një tranzicion, do të thotë një kalim nga kjo jetë, jeta e varrit, jeta e ahiretit, duke na treguar Allahu xhaleshanu, do të thotë, të mirat dhe bereqetin dhe lajmet e mira të cilët u japin mujahedint, luftëtarët, besimtarët e sinqert, ata të cilët japin jetën për Allah, e kursejnë pasurinë për japin pasurinë për Allah, ata të cilët vdesin për Allah, jetojnë për Allah, të cilët punojnë për Allah, ata do thotë kur vdesin do të jenë shumë të gëzuar për Allahu xhaleshanu. Dhe ata, tash që kanë vdek para nesh, japin myshde neve, na japin myshde neve, se mos u frigoni, mos u gajloni për ato çka e keni këtë dynja, apo çka do t'i lini pas veti. Sa Allahu do të kujdeset, do thotë, edhe për ne, edhe për ta. E prandaj, to ishin disa ajete çka na, do thotë, i zgjodhëm në lidhje me këtë çështje. E tani, para se të kalojmë të ajete tjera, këtu mundem me dhënë një rezume të shkurt rreth çështjes së gëzimit dhe pikëllimit apo të mërzisë apo të gëzimit, se si flasin edhe ajete tjera në Kur'an, që besimtari, muslimani, që ta ketë në kontroll shpirtin e tij, apo gjendjen e tij psiqike dhe shpirtërore, duhet gjithmonë të ketë peshojën e Kur'anit. Markez, el kitabi wa sunna, kriteriumi i cili do thotë bazohet në Kur'an dhe në Sunet. Kjo është ajo qendra e peshoja, do thotë hynore, që duhet na t'i mbasim apo t'i peshojmë edhe ndjenjat tona, shpirtërore dhe psiqike. Prandaj, kjo jetë është e kurdisur edhe në gëzime, është e kurdisur edhe në hidhrime, është e kurdisur edhe në pikëllime, është e kurdisur edhe në mërzi. Kështu do të thotë funksionon kjo jetë, sa është krejt sprov. Prandaj, edhe gëzimet kur vinë, e që burimi gëzimeve është vetëm Allahu xhaleshanu, por edhe hidhrimet kur vinë, edhe pikëllimet, përsëri aty do thotë Allahu xhaleshanu kështu ka dashur që na të sprovohemi. Mirë po, nuk guxon asnjëherë muslimani, asnjëherë besimtari i cili dëshiron me jetua me Kur'an dhe me punu me Kur'an, që ta toleroj veten e tij,
që mërzia, pikëllimi, të mbijeton, të mbizotron jetën e tij. Dhe tërë jetën ta çoj do thot me mërzi dhe me pikëllim, kjo nuk lejohet. Kjo nuk lejohet. Po edhe ashtu të gëzohemi shumë me këtë jetë. Ti te kalon kufit e gëzimit, dhe kufit do thot luksit apo të kënaqësisë në këtë jetë, po edhe kjo nuk lejohet. E çka është e pranuar te Allahu xhaleshanuhu, është e pranuar ajo mesatarja. Qul bi fadlillah wa bi rahmetihi fa bi dhalika falyafrahu. Thuaj o Muhammed, me të mirat që Allahu ka dhënë, u ka fal, gëzoni me këto të mira, me mëshirën e tij. Dhe kjo është më e mirë te Allahu xhaleshanuhu mu gëzu me të mirat në aspektin moral e shpirtëror, e psiqik, po se sa mu gëzu me atë pasuri të thot për malet e kësaj jete. Dhalika qul bi fadlillahi wa bi rahmetihi fa bi dhalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un. Kjo është më e mirë dhe më e vlefshme se sa ato çka po e tu bëjmë na në këtë jetë. Pejgamberi alayhi salatu wassalam, që është për rregullave të tefsirit, të komentimit të Kur'anit, me Kur'an, rruga më e mirë që do të flasim inshallah nëse kemi jetë që të komentohet Kur'ani me Kur'an, e në rast të mungesës së Kur'anit me Kur'an, atëherë kemi komentimin e Kur'anit me sunet, me fjalët e pejgamberit alayhis salam. Pejgamberi alayhis salam gjithmonë lutjet e tija i është lutur Allahu xhaleshanuhu të thot nga gajlet, nga pikëllimet, nga mërzia, po, nga dobësia, po, nga përtacia, nga borxhi, edhe nga hyerjet e tjerëve do thot të popujve, njerëzve. Allahumma, që hadith e ka e transmeton Imam Buhariu, do thot edhe librat e Sunetit, Ibn Majah, An-Nasaiu, Tirmidhi, Abu Daudi, po Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazan. O Zot, unë kërkoj ndihmë te ti, strahohem te ti prej gajleve të mëdha. Gjithmonë dhe pejgamberi alayhis salam u kthy te Zoti, o Zot, ruhum mbi gajleve të mëdha. Wal hazan, lezohet edhe el-hazan edhe el-huzan, janë dy gjuhë, janë dy kirajete, edhe në Kur'an, po edhe në gjuhën arabe. Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazan. Origjinali i hadithit është hazan, o Zot, ruhum nga do thot prej gajlet dhe mërzis, wal-ajzi wal-kasal, dobësia, do thot pasiviteti dhe përtacia, wal-bukhli wal-jubn, nga edhe kopracia, ruhum o Allah, edhe nga friga, po, wa ghalabati ad-dayn, edhe nga borxhi, mos të futem në borxh, wa qahri rijal, edhe nga poshtrimi i burrave apo i njerëzve. 8 gjana, 8 smuje shpirtërore, psiqike, pejgamberi alayhis salam është lut për çdo ditë. Për çdo ditë. E kur pejgamberi është lut, do thotë, e na çka kemi çka nuk lutemi? Apo shifni do thotë tash këto ajete tash të gëzimit, edhe pse Kur'ani flet për këto, tash do të shohim edhe anën tjetër, do thotë pjesën tjetër të emisionit, po anën edhe ajeteve të mërzis, po atëherë na jep me kuptuar, këto ajetet na japin me kuptuar, këto mësimet e Muhamedit alayhis salam na japin me kuptuar që muslimani gjithmonë duhet me u drejtuar Allahu xhaleshanuhu, gjithmonë me qenë lidhur me Allahu xhaleshanuhu në çdo aspekt. Çështja tjetër, se këto 8 pika, do thot 8 smundje, el-hammu wal-hazan, gajlet dhe mërzia, naam, wal-ajzi wal-kasal, pasiviteti, po, dhe dobësia, po, wal-bukhl, kopracia, po, ta më qarllëku me fjalë tjera, dhe friga, wa ghal borxhi, wa qahr rijal, dhe problemet njerëzore, kanë 8 smundje sot që dhe psikologjia bashkohore, moderne, do thot që ata popujt apo ata persona që kanë problem depresioni psiqik janë një prej këtyre 8 smundje patjetër është njëra prezent. Ja e ka humbur ndonjë njeri të shtrenjtë në jetën e tij, e ka humbur ndonjë njeri që ka dashur gruan, po djalin, vajzën, bashortin, vllaun, njerin e shtrenjtë,
jap do të thotë një humbje e madhe e biznesit jo i suksesshëm, janë ndonjë do të thotë katastrofë të madhe në sëmundje tjetër, janë ndonjë bela pruna Zot, po janë ndonjë sëmundje në trup apo diçka, këta janë ato probleme sot që po ankon bota. E këtu tani Kur'ani po vjen, që jeta jonë të jetë e kurbisur me Kur'an, dhe thot, na jem duke sfiduar me këta problemet. A përshini tani është edhe bota, edhe popujt, muslimane, jo musliman, të gjithë sot, dhe thot, kanë probleme, raporte ditore, dhuna familjare, dhuna sociale, dhuna, dhe thot, civile, po krimet jenë shtu. Për çka? Pse kemi ngelur në shtëpia të mbyllura, në karantinë, po s'po kem çka me bë, ja me bë keq, ja mu tranu, ja me bë krim, ja kështu, keq shejtani ka fshi përpara. Do thot çorroditja e pshityre i ka fshi përpara, e prandaj nuk po dinë edhe se si më usjell, e pastaj po shtohen edhe krimet tjera të cilët do thot na akoma nuk dim sa janë duke u bën. Pastaj do të shohim atë do thot çka do të raportojnë mediat për këta probleme. E Kur'ani po vjen me na shpëtuar. Kur'ani këto momente të vështira të jetës psiqike dhe shpirtërore, moni. Ju lutem moni. Kthehuni te Allahu xhaleshanuhu, po se Kur'ani si libër edhe aspektin emocional e ka kontrolluar. Edhe aspektin emocional dhe shpirtëror dhe psiqik e ka kontrolluar dhe na ka treguar se si të jetojmë. Tani, vëllezër të nderuar, po kalojmë në pauzë të shkurtër me një ilahi të bukur, po kalojmë në pjesën e dytë dhe shihemi pas pak. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Aleikum salam, faleminderit shumë doktor. Po pra të nderuar dëgjues të radios Dituria Islame, do të bëjmë një pauzë të shkurtër nga studio me ilahi për të rikthyer në pjesën e dytë të programit. E ilahia që do të na shoqërojë është Dietarët shqiptar, kështu titullohet kjo ilahi e interpretuar nga Adem Ramadani. Dëgjojmë pak.